Një krijesë e ëmbël me sytë e bukur dhe të shndritshëm, si xhevairi që sapo vollën. Kush e di nëse po flet për mua? Pa më dëgjo pak, pse nuk më the më parë që ti kishe një të dashur? Përse duhet që ta dije? Ti e thjesht një nxënëse surfi. Nuk kam detyrë të të tregoj asgjë për jetën time private. Je thjesht një djalosh. Si guxon të më trajtosh kështu, të vi turp? Shikoni website-in Nesër për ndihmë direkt këtë film serial në Shqip Kinema, sepse faqet tjera vetëm vjedhin filma dhe serialet tona dublim në Shqip. Ku mund të jesh tani? Ku fshihesh? Ej, Lucia, si e? Mirë, faleminderit. E kërkoj ndjes për dje, më vjen shumë keq. Lëre fare, mos e zër në gojë. Ej, po çfarë po bën kështu? Vëzhgoj me kujdes sytë e mi. Nuk shet diçka të veçantë? Prit pak. Atëherë? Po, shikoj që pasqyrohet pamja e një djaloshi shumë të aftë. Nuk është ajo që doja të dëgjoja të më thoshte. Nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që ai po afrohet përsëri tek unë, dhe kjo më mjafton.